Gjykata e Tiranës ka lënë në masën e arrestit me burg 26 vjeçarin Renozlli, i cili dhunoi sekretarin e KZAZ-s në Kashar të Enjten. Në deklaratën e prokurorisë thuhet se në orën 14 numëruesit kanë konstatuar një fletë të pavlefshme në numërimin për kandidat, por Renozlli dhe persona të tjerë kanë reaguar duke bërtitur dhe kundërshtuar. Në këtë situatë, shtohet mëtej sekretari i KZAZ-s u ka kërkuar që të qetësohen, duke shtuar se komisioni do të vlerësonte fletën dhe nëse nuk do qetësoheshin, do t'i nxirrte jashtë. Kërkesa është shoqëruar me fjalë fyese, ndërsa i ndaluari kaloi perimetrin e sigurisë duke e goditur me grushta e shkelma. Situata është filmuar dhe nga persona të tjerë që ishin duke vëzhguar procesin e numërimit. Prokuroria shton mëtej se dhunuesit nuk kanë pasur as statusin e vëzhguesit, duke e rënduar dhe mëtej pozitat. Tashmë ndaj 26 vjeçarit do të rëndojë akuza për kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Në këtë mënyrë, ai rrezikon se shpallet fajtor nga 1 deri në 6 vite burg.